e kanë bo një super kong, Ndigjet shpirti. Ai, bravo. Ndigjet shpirti e prodhuar nga Botrend Bicurri, edhe me tekste dhe muzikë, kuptohet, Buti, edhe Blini bashkë me babën, po do më thonë tekstin, Blin? Tekstin e ka shkrujt baba, do më thonë, po muzikën prafërsisht 70% e kom kriju unë, po, melodin, u konë shumë ka flejt në shpirti që është teksti, edhe kom pas shumë thjesht në kriju një melodi, mastaj edhe mendimin e Algosit, orë studio dhe e kemi kriju, do më thonë, një kong, mix, pop, R&B, popullore, që është përbohen sot hitet. po une kom ngu për veti, mu më ka pëlqy, po të ka zëtojt, se une dhe zakonisht njëna si njeri që kom qef pak si emocional, po për pak kena milshu edhe për dëgjus, kena milshu edhe për shikus dhe për gjitha ata që na ndjekin. E Algosi është me klarinet aty? E kena bo, do më thonë qatë intron e parë edhe në mes që e ka me pjesën e klarinetit, bashkë me Butin edhe këta, kur i na shku, do më thonë, o konga veç strofi dhe refreni normal. E bona edhe kem të mëndu me Butrindin, qysh pja bojmë. Qysh më melzu pak, Qysh pja melzu pak, e kish pas bo Butin një farë intro edhe inqizum që ato dul ekstrem mirë. Masaj, një ide e jamja, një ide e Butit edhe dul që të fundimtarja. Perfekt. Dol mirë valla. Mu më ka pëlqy për veti, mu më ka pëlqy.